Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Kohë Sociale. Në këtë episod do të flasim për një temë që na prek të gjithëve, familja. Në një kohë kur ritmi i jetës ndryshon me shpejtësi, rolet transformohen dhe teknologjia hyn gjithnjë më thellë në përditshmëritë tona. Familja shpesh gjendet mes traditës dhe modernës duke përpjekur të ruajë ekuilibrin. Për të diskutuar këtë temë kam të ftuar psikologen Zana Miftari Reka, një zë i njohur në punën dhe në kontributin e saj në fushën e shëndetit mendor dhe mirëqenies familjare. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zonja Zana, kënaqësi që të jemi sot me ne. Kënaqësi edhe unë të jem me ju. Si e shihni ju në perspektivën tuaj profesionale, si ka ndryshuar familja shqiptare në këto 10-15 vitet e fundit? Nëse e marrim këtë kohë që thuhet 10-15 vitet e fundit, nuk është vetëm familja shqiptare, po familjet në përgjithësi, pa marrë parasysh kombit, mentalitetet, traditave që i kanë, ka ndryshuar komplet. Domethënë, ndryshimi është shumë i madh. Tash ndryshimi më i madh nëse marrim vetëm familjen shqiptare, mund ta shohim aty atë dëshirën e familjeve tona për ta ndjek ato në trendet botërore që janë trendet perëndimore, moderne, po nga një anë gjithashtu për ta mbajtur shumë edhe atë pjesën tradicionale. Domethënë kur e shohim atë ndryshimin është pikërisht aty ku nuk ka një homeostaz, nuk ka një balans ndërmjet asaj se çka është moderne edhe çka është tradicionale, edhe ku duhet thjesht të mbahet diçka e mirë prej këndej edhe diçka e mirë prej anës tjetër edhe të bëhet një bashkim i këtyre dyjave për të mirën e familjes. A mendon se moderniteti dhe teknologjia e ka forcuar apo e ka dobësuar lidhjen familjare? Shifenda, teknologjia, shkaku i disa problematikave që i ka shkaktuar në shoqërinë në përgjithësi, shihet si një fenomen negativ shumë. Por është diçka që ne nuk mund t'i mohojmë edhe ato të mirat që i ka sjellë teknologjia. Për shembull, në mjekësi që kemi përparu në arsim, që kemi përparu në këto ndërtimtari, inxhinieri dhe kështu me radhë, domethënë teknologjia vetë si koncept nuk mund të themi se është negativ apo pozitiv. Ajo i ka edhe ato aspektet pozitive dhe aspektet negative. Tash ne kur flasim për atë, se si ka ndikuar teknologjia në familjet tona, ajo nuk varet prej teknologjisë, por varet prej asaj se si e përdorim ne teknologji. Në ditët e sotme flitet shumë për sa i përket mungesës së komunikimit mes partnerëve. Sa i madh është ky problem në çiftet e reja sot? Shumë. Sepse dinamika e jetës, që është shumë e shpejtë, kërkesat e jetës, mos flasim aspektin financiar. Krejt këto sende kanë ndikuar në atë që komunikimi mes çifteve, domethënë mes çiftit, është vetëm kjo. Çka na duhet sot, çka na mungon, domethënë vetëm plotësimi i ative nevojave bazike, nevojave fiziologjike, edhe komunikim, siç është komunikim emocional, ku do shprehem për shembull si e kam kalu ditën sot, ku mund të thjesht edhe ndonjëherë edhe mos flas, vetëm të rinë kontakt me një njeri, vetëm ta di se dikush është pranë meje, kjo mungon sot. Domethënë problematika kryesore është në komunikimin emocional në çift. Si ka ndryshuar roli i nënës dhe i babait në raport me komunikimin me fëmijët? Shif, kur e marrim fëmirin, tash ndalem në atë pikë, pak e analizoj edhe fëmirin time. Kur e shoh fëmirin time, ka fëmiria ime më shumë ngjajshmëri me fëmirinë e gjyshërve mi se sa më ngjajshmëri me fëmijën e fëmijëve mi. Domethënë komplet janë diskrepanca shumë e madhe, dallimi është shumë i madh. Edhe pse në vite nuk mund ta masim domethënë kuantitet, po jam të fol për kualitetin e jetës. Komunikimi ndërmjet fëmijëve edhe prindërve varet prej asaj se sa prindi i afrohet fëmijës. Edhe sa prindi është i hapur ta ndëgjon fëmijën. Sa është vërtet? Përsëri do i kthem asaj dinamikës jetës, ku për fat keq, mund të them se shumë fëmijë edhe e shprehin atë nevojën se kanë më tepër nevojë për prezencë, ama kur thon për prezencën e prindit, jo vetëm prezencën fizike, ku ai është aty ulur pranë, po prezencë komplet emocionale, prezencë ku do ta ndëgjon, prezencë ku do i përgjigjet, krejt ato janë shumë të rëndësishme për vetë zhvillimin e fëmijës. Dëgjojmë shumë prindër që thonë nuk arrit ta kuptoj fëmijën tim. Nga se lind ky hendek komunikimi? Sepse nuk është detyrë e prindit ta kupton fëmijën pikëpari. Detyrë e prindit është të jetë aty për fëmijën. Se nuk mund ta kuptojmë. Si dhe e kuptoj unë, e cila jam rrit
deri në moshën për shembull telefonin e ka pas në moshën 18 vjeçare dhe kuptoj fëmijën tim I cili ka telefonin shumë më herët, domethënë si mjet komunikimi. Nuk mund ta kuptoj, ama mundet të jem prezente aty. Nga ana tjetër, detyra e prindit është kjo këtë që do e them do të jetë pak edhe agresive ndoshta. Është ta frustron pak fëmijën. Kur them ta frustron, në thojsa, them se ndonjëherë ta lejon fëmijën të përjeton, ndonjëherë ta prekën fundin me dorë, edhe të përjeton docente që pastaj të mësohet prej gabimeve veta dikundi. Me thënë, flasim për fëmijëri. Sepse mos harrojmë se këto fëmijë që janë sot, janë fëmijët e prindërve të cilët nuk kanë pas ndonjë mbështetje, sepse ne e dim traditat, domethënë ato familjet tona tradicionale ku fëmijët janë rritë në bashkësi më shumë, edhe ku kontakti me prindët ka qenë më I dobët, e tash ato fëmijë janë rritë ja ba prind, edhe ato nevojat e veta, të cilët I kanë pas të papërmbushura në fëmijëri, tash mundojnë maksimum shkrojnë në ekstremin e kundërt, maksimum va përmbushin fëmijëre, dhe tash ato fëmijë presin çdo gjë të gatshme ta kenë. Edhe prindi krejt duhet t'i kupton. Detyra e prindit kushtimisht, vetëm e them kështu, ta frustron ndonjëherë fëmijën, ta frustron, sepse vetëm prindi mund të frustron, si thot një profesoreshë ime, thonë vetëm prindi mund të frustron me dashuri. Sepse jashtë gjithashtu, ai duhet prej shtëpi brenda fëmia ta mëson se ekziston frustracioni si koncept, sepse jashtë kur do del, patjetër se do ballafaqohet me frustracione edhe me sfida. Po nuk do dite si ti ballafaqon ato, nuk do dite si ti përballon ato, si të rinë fytyrë në fytyrë me vetë sfidën që do I paraqitet. Sepse bota jashtë nuk frustron me dashuri. Ndryshe nga ajo e familjes. Ndryshe nga ajo e familjes, komplet. Çfarë duhet të bëjë një prind që të afrojë fëmijën e tij në vend që ta humbas në përballjen me ndikimin e jashtëm? Fëmijët si qenje njerëzore, domethënë në fëmijëri personi, ne mendojmë se fëmijët, për të pas një fëmijë është shumë rënd sot, këtë ndëgjoj shpesh prej prindërve. Është shumë rënd të kesh fëmijë, kërkojnë shumë, duhet shumë të kesh, qoftë në aspektin financiar, në çdo aspekt, domethënë rënd është të prindërojsh. Realisht, fëmijët në kërkesat e tyre, që ju ndihmon në zhvillimin e tyre psikologjik, në zhvillimin emocional, ato që kërkojnë, ato kërkesat e tyre janë shumë modeste. Qëndro këtu me mu, thot, kur kam unë nevojë për ty. Më jep dashuri, edhe ta di se kur kam nevojë, kur më duhesh, e di se je aty. Kaq. Nuk janë aq kërkesa që ne mendojmë duhet këtë ta bëj, duhet ta çoj në shkollë private, domethënë sepse ne orientohemi më shumë në ato nevojat e tyre që janë si të bazike. Mendojmë se duhet t'i blejmë sendet më të shtrenjta, ku të di unë si. A nesër ta pyesish një fëmijë, domethënë shpesh më ndodhen me klientët kur takohemi, ku nëse ndodhen pyetja çka mban mend prej fëmijërisë, domethënë ai kujtimi më I bukur, zakonisht është përgjigjja kur kemi qenë dikundi, kur e kemi bërë kët, askush nuk thot kur ma kam blejt atë ose kur e kam marrë kët dhuratë ose atë dhuratë. Domethënë, kujtimet e bukura janë ato kujtime ku familja është së bashku. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet familja sot në aspektin emocional, ekonomik apo edhe ato social? Sot sa jam të e pa që është një, tash mos them problematik, po është një dukuri shoqërore që është e përhapur në vendin tonë, migrimi, domethënë largimi të rinjve me të madhe që janë tu dalë jashtë. Edhe situata financiare momentalisht, situata ekonomike, krejt këto sende ndikojnë në vetë familjen, se tash sado që ne dëshirojmë t'i rrisim fëmijët tonë vetë, nuk mund ta mohojmë atë efektin pozitiv që e ka në fëmijë, domethënë në rritjen edhe në zhvillim, prezenca e gjyshërve, prezenca e axhallarëve, prezenca e dajallarëve, e tezeve, e hallave, krejt ato persona ndikojnë në rritje edhe në zhvillim. Edhe sikur komplet sfida më e madhe është kjo distanca e madhe që është bërë mes njerëzve, e veçanërisht ke fëmijët, ajo është një dukuri e cila është shumë në dukje kohën e fundit. Si po ndikojnë rrjetet sociale në marrëdhënien prindër-fëmijë dhe në pritshmërinë që brezat e rinj kanë për jetën? Tash rrjetet sociale tek të rinjët, tek fëmijët edhe të rinjt, ka kriju një koncept I cili është pak larg kontaktit me realitetin.
domethënë të rit i shohin ato i ndjekin ato influencerat që janë në rrjetet sociale, në TikTok, në Instagram, në Facebook, dëshirojnë ta çojnë atë jetën e atyre, prindët nuk mund t'i përmbushin ato kërkesat e fëmijëve, edhe normal që kjo shkakton një problematikë, edhe është një problematikë që shpesh edhe ne si psikolog ballafaqohemi, domethënë gjatë punës tonë me vetë, me punës individuale me klientët, ku prindët vinë edhe ankohen si ta bëj këtë, si ta bëj atë. Po këtu e vetmja gjë që mundet prindi ta bënë është të qëndron kontakt me fëmijën. Normal që duhet të ekziston edhe një rutinë. Kur thash frustrim, atë që e ka më herët, për fëmijën, frustrim është edhe ta vendosish një rutinë familjare. Duke fillu prej asaj kur do hahet dreka, kur do hahet mëngjesi, kur do hahet dreka, kur do hahet darka, kur do shkohet në gjumë, kur do zgjohemi, domethënë kjo është rutinë e ditës e cila ndihmon fëmijën si në zhvillimin fizik ashtu edhe në zhvillimin psiqik, domethënë se mos harrojmë trupi edhe kjo zhvillimi fizik edhe psiqik shkojnë bashkë. Këto dy pjesë të shëndetit ton janë me një vend. Edhe fëmia edhe aty frustrohet se jetu imponu diçka edhe ai duhet t'i nënshtrohet atij imponimit tan. Po që edhe në rrjetet sociale, domethënë në përdorimin e tyre, definitivisht prindi si i rritur duhet të ketë kontroll mbi ato, edhe ta ndjekën fëmijën se çka është duke ndjek ai. Jo të them se të bëhet prindi detektiv tash, po thjesht kalon kohë me fëmijën edhe kur shef se diçka nuk është në rregull, atëherë ti sqarohet fëmijët, kjo nuk duhet kështu ose hajde ta provojmë kështu, si mendon ta, domethënë thjesht fëmijës t'i jepet mundësia. Si të ti jepen di mundësi. Hajde si mendon, po, 2 alternativa. Hajde ta provojmë këtë tjetrën, edhe të shohim se si do shkon. Domethënë, të bëhet një lloj, si them, hulumtimi familjar, ku do të jenë të kyçun edhe fëmijët, edhe ashtu ndihen edhe të respektuar, edhe të vlerësuar, edhe ka sukses më tepër vetë komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve. Apo rrisim një brez me më shumë mundësi, apo një brez më të pasigurt emocionalisht? Po tash nuk mund të them, se shife, micek e 2 sende që janë, domethënë, ekstrem. Nuk mund të themi se as që janë të pasigurt, as që janë, domethënë, me shumë mundësi. Dallimi është ai që këto fëmijë sot kanë shumë njohuri. Kanë shumë njohuri. Atë shumë kanë njohuri sa që sistemi arsimor është u dështu fakti se fëmijëve çdo gjë ju duket bezdi. Por që nga tjetra anë, ato njohurit ne i dim se po i marrin. Një scroll krejt, domethënë, unë them se informata sot është bërë, nëse merret si produkt informata sot është bërë produkti më i lirë që është në treg. Flas në aspektin kuantitativ, jo kualitativ. Edhe tash, këto fëmijë kanë shumë njohuri, shumë informata, ama nga ana tjetër, shumë pak durim për t'i aplikuar ato njohuri që i kanë në praktik. Shumë tulet e kanë pragun e tolerancës. Sepse thash edhe njëherë do i kthehem asaj, se prindët e tyre nuk i kanë pas ato kushte, nuk i kanë pas ato mundësi, kanë kriju një brez ku janë dhanë kërrejt mundësit, edhe ku fëmia është në një mënyrë, si them, nuk e dia i ke pa ato dekorimet, ta shpesh i shoh në për qytet, ato dekorimet është një trandafil, edhe pastaj sipër ka një xham kështu. Qelq. Po, është një qelq sipër, edhe bukvalisht ashtu e rrisin fëmijën. Një lule me një qelq, me një kështu, ku ta di unë është e zbukurume, edhe fëmijën e mbajnë ashtu. Gjë e pa që e ban rrethi kur fëmia del jashtë, ta thënë xhami. Edhe nëse fëmia nuk është i mbështetur, edhe pak docentet i shef prej aspektit familjar se si duhet shkojnë, atëherë do thehet edhe lulja që është mbrende. Çfarë roli luan shkolla dhe komuniteti në mbështetjen e familjes moderne? Sot shkollat, për fat keq, po edhe ne prindët vetë kërkojmë prej fëmijëve më shumë atë orientohemi ka ato aftësitë ke njohuritë kognitive. Domethënë fëmia të jetë i shkëlqyeshëm gjithkundi, fëmia të dinë gjitha sendet, fëmia nuk është puna vetëm që t'i dinë sendet. Nuk është puna të ketë fëmiu krejt pesa, s'është ajo ndonjë sukses. Domethënë kur vjen dikush e më thot fëmiu im i ka krejt pesa, fëmiu im i ka krejt pesa, ose vjen ndonjë fëmijë i cili thot unë i kam krejt pesa, ama nuk jam mirë. Jam i shkëlqyeshëm, ama nuk jam mirë.
Domethënë, unë nuk di se çka du prej jetës. Domethënë, mendoj se në aspektin e këtij avancimit bashkohor, të themi modernizmit, i ndjek i shpesh edhe ato sistemet arsimore të vendeve të perëndimit, edhe aty e shoh se sa, domethënë, më shumë janë ato shkolla të orientuara ka ajo t'i gjejnë kapacitetet edhe aftësitë e fëmijëve, jo vetëm domethënë t'ju japin, ku ta diun, 15 landë edhe ti prej krejt 15 landëve duhet marrish 15 Le të themi pesa. të gjejnë ato pikat e forta tek fëmia dhe t'ia nxjerrin në paqe. Pikërisht, domethënë që t'ja nxjerrin në paqe dhe fëmia të vitdisohet, nuk mundet krejt të bëhen, ku ta diun, matematicient, fizicient, ku ta diun, e psikolog, e dentiste, tash bukuria e krejt kësaj bote është pikërisht në atë diverzitet, në atë ndryshmëri që ne e kemi. Domethënë, pranvera është e bukur kur ka shumë lule, kur ka shumë ngjyra. E pëlqejmë vjeshtën se është me ngjyra të lloj-llojshme, domethënë. Njëjtë është edhe njerëzit, ne krejt jemi unik në krijimin ton, edhe duke qenë unik si tillë, ne krejt kemi kapacitetet edhe aftësitë tona. E tash, derisa fëmia i ka njëjtë që ato kapacitete dhe aftësi, fëmia duhet vetëdijsohet se cilët janë ato, edhe të forcohen pikërisht ato kapacitete që nesër ai mund të ecën ta përron drejt së ardhmës vete. Dhe për fund, nëse do ta kërkoja një këshill, çfarë do t'i sugjeroje prindërve që sot ata le të themi të kenë një shëndet emocional të plot familjar? Të kërkojnë më pak perfekcionizëm, realisht mos kërkojnë perfekcionizëm. Nuk ekziston perfekcionizmi. Perfekcionizmi, si dukuri, nuk është e krijuar për njeriu. Ne jemi krijesa që gabojmë, ne jemi prind që gabojmë, ne jemi ato prind që gabojmë, që i përmisojmë gabimet tona, edhe fëmijët tonë do na duan më tepër, domethënë në atë moment kur e shohim se ne gabojmë. Sepse në fëmijëri të hershme, prindët për fëmijët janë perfekt. Ato janë perfekt për fëmijët. Mirë po, me gabimin e parë, domethënë tu rrit fëmia, nëse prindi thotë, "M'fal, gabova këtu", atëherës fëmia fillon ta donë edhe më shumë se thotë, "Edhe ki gabon si unë". Domethënë sot mëngjes e pash një person e kishte nxjerr një reels kështu, edhe ishte shumë edhe qesharak, edhe domethënë edhe shumë domethënë me një mesazh të bukur. Thonte paramendoni të jeni në rrugë, edhe keni hap thot Google Mapsin, domethënë hartën në Google. Edhe e gaboni rrugën, ajo a tregon rrugën kur duhet ktheni, kur ju thot e gaboni rrugën. Dhe paramendoni ajo femra aty e cila folën me atë tonin e butë, tankos, nervozohet edhe zen, a je beti normal? A më ndigjove? Domethënë të fillon ta qorton, thot, të qorton se e gabove rrugën. Ajo çka thot? Rikalkuloj. Edhe t'jep një mundësi tjetër. Që do të thotë se gabojmë, sepse nuk jemi perfekt, jemi njerëz, i përmisojmë gabimet tona, edhe vazhdojmë. Domethënë, në krejt këtë do kisha thënë, kërkoni një familje ku mos kërkoni përsosmëri, po kërkoni mirëkuptim. Këtë do e them, ma pak ekrane, ma shumë sy të kemi, edhe ma pak kërkesa, ma shumë dashuri në familje. Mund të falenderoj shumë për të gjitha mesazhet dhe të gjitha këshillat që na dhe. Ishte kënaqësi të jem me ty këtu, Elda, edhe përgëzoj për punën që bën, edhe për temat e bukura që zgjedhish. Faleminderit. Në fund të ditës nuk ka një formulë perfekte për familjen, por ka vullnet, dashuri dhe komunikim, dhe këto janë themeli i çdo ndërtese të fortë njerëzore. Familja mbetet qeliza bazë e shoqërisë, dhe sa më e shëndetshme të jetë ajo, aq më e qëndrueshme bëhet shoqëria jonë. Ju falenderoj që na ndoqët edhe sot. Do të jemi bashkë çdo javë me tema që prekin jetën tuaj këtu në Kohë Sociale në Almak Press. Natën e mirë.